Kandidati për kryetar komune në Gostivar nga koalicioni Vlen Nevzat Bejta ka vijuar me akuzat për keq menaxhim dhe udhëheqësi së kaluar komunale. Gjatë një konference për shtyp, Bejta ka përmendur një tender për rikonstruim rrugësh i cili është nënshkruar por puna nuk është realizuar, duke dëmtuar kështu buxhetin komunal. Rehabilitimi dhe rikonstruimi i rrugëve lokale dhe rrugëve në komunë. Tenderin e kam bërë 700.000 euro. Asë një herë nuk është bërë asë rikonstruimi, asë rehabilitimi një ndonjë rrugë, qoftë në fshat, qoftë në qytet. Kompania e tjera e ka marrë punën, është kompani nga Shkupi. Mirëni me mend, për t'i sjellur mjetët edhe punëtorët për të bërë rehabilitimin dhe rikonstruimin e rrugëve në komunën e Gostivarit duhet shumë kohë. Ata asnjëherë nuk kanë ardhur dhe nuk i kanë parë rrugët, a parat nga buxheti i komunës të nënshkruar nga Limani i kanë marrë. Ndryshe, nga koalicioni Vlen njoftojnë se nesër në Qendrën për Kulturë në Gostivar do të mbahet konventa promovuese, ku kandidati i tyre Nevzat Bejta do të ketë mundësinë të prezantojë më shumë detaje për zotimet e tij si kandidat për kryetar komune.